Rama po mbijeton për shkak të luftës. Paqja që ai ka në Shqipëri është për shkak se ai hodhi gjithë vezët e qyqes në shportin e Izraelit dhe pra që kosa zjat lufta dhe prioritetet botëror janë lufta. Pra që kosa lufta funksionon, do ketë paqe në Shqipëri. Për aq kosa Izraeli funksionon. Pra Rama çdo natë lutet thotë inshallah zjat më shumë. Nuk i hyn një gjem në këmbë. Por atij njeriu në momentin që i ndodhi një ngjarje që unë kam frikë se po investon që të ndodhi, të ndodhi gjëja një sulm fake në flamur të rrem. Nga Irani në Shqipëri, që ai po e provokon të gjitha mjetet në mesazhin publik, pa më saktë po përgatit nga gjitha format, ai mbijeton për më shumë, sepse do të paraqitet si viktim dhe përfaqësues si një popull i viktim nga Irani. Dhe kjo do të jepte super mbështetje nga Amerika. Dhe ti e kupton, dikush i goditet nga Irani, nuk mund të diqet penalisht nga SPAK. Apo Rama para lufte ishte në hall real. Ishte në hall real. Kjo luftë mban gjallë Rama. Pra, kur unë them kush është më e keqe, lufta në linjën e mesme apo paqja në Shqipëri? Ti mendon se kjo është e njëjta gjë? Jo, kjo është e njëjta gjë. Paqja e Ramës, gjithmonë, jo paqja nga lufta, po. Paqja e Ramës. Paqja e Ramës varet nga lufta në linjën e mesme. Paqja e Ramës është një dhimbje për ne shqiptarët dhe për Shqipërinë. Pikërisht ky është dhe paradoksi i pyetjes, që është gjë e keqe për ne lufta në linjën e mesme, si prodhon paqen në Tiranë. Ne do të kishim luftë tani me Ramën, apo? Janë datat, muajt. Në muajin mars, Ramës ka donte afatin në ditor i vendimarrjes amerikane për Ballkanin Perëndimor. Në 26 dhjetor filloi në 10 ditë numërimin dhe mbyllej në 26 mars të 2026-s, që brenda 90 ditësh do të vlerësuar situata në Ballkan për të marrë qendrim, apo në Ballkanin Perëndimor. Mand të raportin e famshëm. Dhe Rama po mbijeton për shkak të një aksidenti historik, po e quajmë, që është lufta, në kuptimin e lojës fjalë, se është aksident. Dhe Rama po shpëton për kësaj lufte. Sepse SPAK-u nuk mund të merret me Ramën. Në një moment që sepse çe pengon SPAK-un. Sepse zagari i Amerikës. Amerikës. Zagari i Amerikës. Është zagar sulmi. Dhe duke qenë zagar sulmi e goditi Ramën për shkak se goditi Amerika. Me Berlinë në rast konkret. Dhe në momentin që Amerika ka hallë të tjera, nuk mund vetë konsiderat më vazhdimi i asaj gjëje. Dhe Rama këtu e ka fatin e madh që përfiton nga kjo situatë. Që SPAK-u këtë moment po diskreditohet në ekzistencën e tij si një strukturë fake. Mirë, ato që janë tek SPAK-u nuk punojnë dot vetë ato po si Amerika me hostej aty. Dgjoj, ata po merren me banda miliardere. Po merren me korruptuar miliarder. Ndërkohë që janë disa individ, apo. Ata nuk mund të jetojnë një ditë pa Amerikë, një ditë, një orë. Ata i vrasin, i azgjësojnë, i zhdukin. Po s'kan dhe nevojë se dorëzohen. Pra, koncepti që ata janë pafuqishëm për një gjë të tillë. Pas në Amerikë. Pa këto Gjermania këto, kush pa i llogarit fare. Ndërkohë që Rama e ka mbyll ciklin me Europën, sepse qëndrimi gjerman është i qartë, ata nuk e konsiderojnë më Ramën si një partner. Shqipëria për fatin tonë të mirë nuk ka perspektivë integrimi evropian me Ramën. Kush e prish raportin e Ramës me Gjermaninë? Është i diskutim tani midis përçarjes dhe lëvizjes që bënin Rama me Spiropalin. Një nga gjërat që unë bëj më mirë se të tjerë. Si ministre e jashtme, një nga gjërat që unë bëj më mirë se të tjerë, të kuptimin e analizave, është njohuria historike në raport me gjeopolitikën. Ndryshe unë kam quajtur gjeologjia e gjeopolitikës. Po. Dhe unë nis që nga mijëra vjet para Krishtit, me skatologjitë e hershme, e deri ke sotmja, dhe mbi gjithë lexoj shumë histori. Dhe di që Gjermania ka tjetër qasje raport me Serbinë në rajon. Ta theksojmë këtë gjë. Gjermania në rajon ka tjetër qasje me Francën e Serbisë. Gjermania në rajon ka tjetër qasje me gjitha vendet e tjera në rajon. Për shkak të një historie, për shkak të një gjeopolitike, por mbi gjitha për faktin se ka disa elemente që quhen interesa gjeopolitike, gjeostrategjike, që janë më të rëndësishme se qeveritë dhe koha. Çdo thotë. Gjermanët kanë një sistem ndryshe të bërit politikë të jashtme nga vendet e tjera. Një grup aristokratësh gjerman përbën një board think tanku në politikën e marrëdhënieve me jashtë Gjermanisë që bën punë që si bën qeveria gjermane. Dhe kjo histori nuk është e sotme, është e përhershme. Kjo ndodh në vende të caktuara ku ka kapacitete intelektuale që janë përtej qeverive. Dhe Ballkani në këtë vështrim e tyre shihet me sy. Ajo që kanë mësuar gjermanët
është që Rama po shkatron Shqipërinë në favor të fqinjve. Ne kemi rastin e portit Durrësit që Rama duhej dënoi me 45 vjet burg për tradhti kombëtare, po ne s'kemi asnjë tradhtie dhe as 45 vjet burg. Vetëm me portin e Durrësit. Çfarë është porti i Durrësit? Porti i Durrësit është një element gjeopolitik, geostrategjik, i cili po shkatërrohet përfundimisht që Shqipëria të mos ketë më port, sepse ai port që duan të krijojnë këta nuk ka vlerë. Ndërkohë që porti i Durrësit dhe portet e Shqipërisë kanë një perspektivë gjeopolitike në ndryshimet e ardhshme. Dhe Rama duke shkatruar portin po i shërben armikut, sepse është pjesë e armikut, dhe Rama është armiku. Dhe Rama është gati të shkatërrojë çdo gjë në Shqipëri për mbijetesën e tij. Por në një pikë dhe zot harrojmë gjë. Ai nuk është komandanti i Shqipërisë. Ai është thjesht drejtori i një programi armiqësor ndaj Shqipërisë. Dhe vetëm shkatrimi i portit Durrësit mjafton Gjermania ta konsiderojë armikë e Rama. Mos u habit për këtë që them. Vetëm porti i Durrësit. Sepse qartas për interesat gjermane, Shqipëria është në duart e një shbërje totale. A intereson Gjermanisë që bëhet Shqipëria? Jo. Më kuptova logjik. Kujt intereson që bëhet Shqipëria? Izraelit. Ta marrin, ti bëhet copësh. Greqisë, Serbisë. Më kupton logjik. Por shumë shkaq. Pra ka Gjermanisë pse nuk i intereson Gjermanisë? Për shkak të historisë gjeopolitike dhe geostrategjisë që nuk varet nga një vit, nga një qeveri. Është e përhershme. Ky është qëndrimi i Gjermanisë përhershëm. Ka pas gjithmonë këtë interes. Se Gjermania prandaj ka vënë vizën Ramës për këtë arsye. Rama është konstatuar në Gjermani që po shkatron përfundimisht Shqipërinë. Dhe këtë po bën me ndërgjigje të plot duke mbyllur ciklin me Shqipërinë. Dhe ky kryeminist konsiderohet nga gjermanët i papërshtatshëm. Dhe Gjermania po bën këtë për respekt shqiptarëve që ka Gjermania, apo për kontributin e vyrë që po. Se s'fola fare. Tash ja futeve ti. Le, koçi ulova. Gjermania bën për shkak të interesave të veta. Po çfarë bën ironi të vogël me duke lidhur me atë dytën, me pjesën e dytë që ti e shpjegove investimin gjerman që kanë bërë Shqipëri për të marrë. Gjermania ka interesa vetë rajon. Patjetër. Dhe interesat e Gjermanisë nuk janë. Unë jam konvenshëm në atë shkanjoj. Nuk janë që porti Selanikut që kanë kinezët. Portet e Greqisë që i kanë kinezët të dominojnë territorin. Shqipëria ngrihet pa port fare. Këtë njerëzit nuk e dinë, nuk e kuptojnë dot. Porti që diskuton nga Porto Romano është 8 herë më i vogël se porti i Durrësit në kapacitet. Perspektiva është që Shqipëria të jetë një rrugë kalimi. Duke shkatruar portin e Durrësit, ke shkatruar dhe interesat e Kosovës së reja. Koncepti është që fuqizohet Malizi, fuqizohet Greqia dhe humbet Shqipëria. Gjermanisë i prishpun kjo lloj ndryshimi gjeopolitik. Tani të kthehemi pak, pse thash ka rëndësi historia dhe gjeologjia e gjeopolitikës. Kthehemi luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore. Kthehemi në momentin kur Gjermanët luajtën një rol, sepse Gjermani që të austriakët, ma kuptova logjikën. Pavarësisht se luftën e dytë botërore bën një pak që Austria të dalë jashtë tregut gjeopolitik dhe nuk do të shkohet për krimet kundër nazizmit. Ti e di që Austria që e bëri Hitlerin dhe gjithçka doli e larë nga lufta e dytë botërore. Gjithaj vuti Gjermani. Në fakt Gjermani dhe Austria është një gjë. Dhe Shqipëria i përket kësaj gjeopolitike. Dhe Shqipëria, në thelb, hyn ke interesat gjeopolitike europiane të Gjermanisë, që nuk janë të njëjta me Francën. Ti themi se gjërat siç janë të ndarë. Serbia ka pas gjithmonë Franca ka pas gjithmonë Serbinë, Gjermania ka pas pjesën Bosnjë, Kroaci, Sloveni, Shqipëri, bashkë me Austrinë. Më kupton logjik. Dhe dihet shumë mirë roli i Serbisë raport me Gjermaninë. Nuk është i preferuar. Shqipëria po punon në favor të Rusisë, në raport në favor të Serbisë dhe në favor të Greqisë në aspektin ndërkombëtar. Ndërkohë që futja e një kompanie izraelite që ka marrë në dorë industrinë tonë ushtarake dhe portet tona ushtarake, që është një kompani e Ron Jeffet, ku ministri aktual i mbrojtjes është caktuar nga Rama, koordinatori i tij, pra ka marrë koordinatorë dhe ka bërë ministër. Ka ndryshuar elemente gjeoushtarak në mesdhe, që janë fare interes të Gjermanisë. Dhe Gjermania konsideron Ramën një si thosh kancer rajonal, ballkanik, i cili është problem për Gjermaninë. Pra, nuk është punë kokainë. Nuk është punë forexësh, nuk është punë pastrim parash. Se njerëzit kanë qejf të merren me gjëra konkrete. Në gjeopolitik, sa pa vlera janë kokaina. Kokaina merr vlerë në gjeopolitik. Po në momente që është vërtet vlerë. Në Shqipëri problemi nuk është kokaina për Ramën, siç e thonë këta. Kokaina është preteksti për të marrë me Ramën. Gjermania përdor kokainën kundër Ramës, sepse një mafios do merresh si mafios. Pra një kreu i kartelit më të madh qeveritar të drogës në Europë, që është Edi Rama, natyrisht do merresh me mete mafioze, po në thelb janë interesa gjeopolitike.
Rama po shkatërron rolin gjeopolitik të Shqipërisë në rajon. Ka shkatruar të gjithë gjeopolitikën shqiptare në rajon, që u ka rënë pushtet e ka dobësuar dhe ka shpërbër dhe ka shkatruar bashkë me Albin Kurtin në çdo lloj kuptim, bashkë me klasën tonë politike në Maqedoni, bashkë me klasën tonë politike në Malzi, por Rama në këtë moment është bërë vërtet problem i pasgjithshëm që vetëm ja zgjidhësh goditja aty dhe shkatrimi. Pikse edhe Europa bumerang pra, ajo se çka synon në individ. Ai është vetëm mirë që kemi që s'do të më fut në Europë, ishte as puna fuse.